falenderoj që sot ndjej një krenari të veçantë, e kjo sepse me themelimin e shoqatës së vullnetarëve për zjarfike dhe shpëtim, po i vendosim themelet e një force të re për mbrojtjen e jetëve, mbrojtjen e pasurive të qytetarëve tonë. Prishtina është në rritje të vazhdueshme, e krahas me rritjen vijnë edhe sfida të reja. Prej rritjes së popullsisë deri te zgjerimi i infrastrukturës kërkohet që të jemi në gatishmëri të përhershme edhe për situata emergjente. Prandaj, këtë shoqat e shoh si një shtyllë të rëndësishme e mbështetëse për Prishtinën tonë, që do të na ndihmojë të përballemi me lloje të ndryshme të fatkeqësive, qofshin ato natyrore ose të shkaktuara nga njeriu. Një aspekt i rëndësishëm i kësaj shoqate është se ajo po organizohet mbi baza krejt vullnetare. Kjo do të thotë që secili prej anëtarëve të saj ka zgjedh me nda kohën, energjitë dhe aftësitë e veta për t'i ndihmuar bashkëqytetarëve të vet. Kjo fisnikëri është një vlerë e shtuar, sepse siç e dimë, nuk është fort e zakonshme në shoqërinë tonë për fat keq, e unë jam i bindur se kjo shoqat po vendos kësaj një model për të gjithë të tjerët. Madje them se jo vetëm model për Prishtinën, por model për gjithë Kosovën e rajonin. Me konstituimin e kësaj shoqate, ne jo thjesht po përmbushim një tjetër premtim të dhënë për qytetarët tonë, sepse këtë akt e shohim pikë së pari si detyrë morale. Me këtë shoqat po japim kryeqytetit një mbrojtje shtesë, që do të punojë në harmoni me brigadën profesionale të zjarfikësve, duke bërë Prishtinën më të sigurt dhe shumë më të përgatitur për situatat eventuale, për sfidat eventuale që kanë nevojë për këtë njësi. Nuk është rasti që shtetet më të avancuara të botës në qendër të veprimtarisë të tyre i vendosin pikërisht vullnetarët. Në Francë, për shembull, gjysma e ndërhyrjeve të zjarfikësve kryhen nga vullnetarët, ndërsa në Holandë ata përgjigjen për 80% të rasteve të zjarrit. Çka i bën këta vullnetarë shtyllën themelore të sigurisë lokale pra në këto shtete e tash e kemi edhe në vendin tonë. Slovenia, me një traditë që daton qysh nga viti 1949, sot ka mbi 1300 brigada. E këto të gjitha pra, 1300 brigada vullnetare në Sloveni, e cila e ka një sistem shumë të avancuar edhe 70.000 zjarfiks aktiv. Austria, me sistemin më të fuqishëm vullnetar në Evropë, ka rreth 250.000 zjarfiks. E gjithta janë vullnetar. Në mbi 4.800 brigada që përgjigjen për afro 90% të ndërhyrjeve në vend. Me sot, Prishtina po i bashkohet kësaj mendësie dhe kësaj bote. Për herë të parë në Kosovë, po e krijojmë një shoqat vullnetare për zjarfikje e shpëtim. Të mbështetur në ligjin për zjarfikje dhe shpëtim që u jep komunave të drejtat e themelimit të shoqatave vullnetare të zjarfikjes, e të cilën tani e kemi regjistruar në Departamentin për regjistrimin e organizatave jo qeveritare të Ministrisë së Punëve të Brendshme si shoqat vullnetare. Po ashtu kemi nda një objekt në lagjën Kolovic, një shkollë të vogël, e cila ka qenë e braktisur, që tani do ta renovojmë dhe do ta shndrojmë në shtëpinë e vullnetarëve të zjarfikësve. Për llogaritja fillestare për renovimin e kësaj shtëpie sillet dikun rreth 200.000 euro, ne vetëm se i kemi nda 50.000 euro, mirë po edhe me grante edhe me rishqyrqim të buxhetit, do të synojmë që të gjitha punët që janë të nevojshme për këtë ndërtesë do të kryhen brenda afatit shumë të shpejtë. Kryeqyteti ka nda edhe mjete shtesë, po ashtu për funksionalizimin e kësaj shoqate. Në ndihmë na ka ardhur edhe brigata profesionale zjarfikësve dhe shpëtimit të kryeqytetit,
e cila tashmë vetëm ka nda një kamion intervenues për këtë shoqat, për çka unë i falenderoj përzemërsisht dhe uroj që fryma e bashkëpunimit mes brigadës profesionale dhe shoqatës vullnetare të pri në çdo punë të mëteme. Deri tani, po them, me brigadën e kemi një bashkëpunim të mrekullueshëm edhe shfrytëzoj rastin edhe njerë me ju falenderu nga zemra drejtorin Mal Gashin e po ashtu të gjithë antarët, të gjithë pjesëtarës janë fenomenal. Ju falenderit shumë. Kurse tash të gjithë vullnetarëve ju them që ju jeni herojt e ri tash të këtij qyteti, jo vetëm për shkak të aksioneve që do të kryeni në qytetin tonë, por për shkak të zgjedhjes që keni bërë. Është me të vërtet një zgjedhje e nivelit më të lartë moral. Pëtimi i jetëve është ajo që ju tani keni vendosur me bë dhe ju falenderoj shumë. Prishtina e Kosova ka nevojë shumë ma shumë për njerëz sikur ju. Ju përgëzoj për nismën fisnike dhe dua t'ju shpreh edhe një herë për krajen e plot që e keni nga unë edhe personalisht edhe si kryetar i kryeqytetit. Për çfarëdo lloj nevojash, për çfarëdo lloj hallesh, dhe në kuptohet që edhe ide, sepse mundemi me pas edhe ide të reja, propozime të reja, që mund të keni sot ose kur do në të ardhmen, këtë din edhe brigada e Zjarfikse, që na kemi një diskutim shumë të lirë, të hapur njëri me tjetrin edhe mundohemi gjithmonë për me përmirësu kushtet, për me përmirësu shërbimet ndaj qytetarëve, sepse sa më të sigurt njihen edhe vetë Zjarfiksit, ose vullnetarët që tash kanë me shërby për kryeqytetin, aq më mirë dhe më të sigurt do të jenë të gjithë qytetarët e kryeqytetit. Është një nder dhe privilegj i jashtëzakonshëm që të jem sot para jush, që në këtë moment shumë të rëndësishëm për kryeqytetin tonë, ku themelohet shoqata vullnetare e Zjarfiksit dhe shpëtimit të kryeqytetit, ku shënon një hap të madh përpara në forcimin e sigurisë publike dhe përmirësimin e reagimit ndaj emergjencave. Siç e dim, siguria dhe menaxhimi me emergjencave nuk janë vetëm përgjegjësi e institucioneve shtetërore. Ato kërkojnë një përfshirje të gjerë të komunitetit dhe një bashkëpunim të ngushtë mes institucioneve dhe qytetarëve. Shoqata që po themelojmë sot është një shembull i përkushtimit qytetar, i përgjegjësisë kolektive dhe i vullnetit për të dalë në ndihmë të tjerëve në momentet më të vështira. Vullnetarizmi në fushën e zjarfikjes dhe shpëtimit është një vlerë thelbësore e shoqërive të zhvilluara dhe të përgjithshme. Antarët e kësaj shoqate nuk janë vetëm qytetarë të angazhuar, por janë heroj të heshtur, të gatshëm të sakrifikojnë kohën dhe energjinë e tyre për mbrojtjen e jetës dhe pronës. Ne jemi të vetëdijshëm që për të pasur një sistem të qëndrueshëm të mbrojtjes nga zjarri dhe emergjenca, bashkëpunimin mes shoqatës që po krijohet, njësisë profesionale, brigadës profesionale të Zjarfiksit, kryeqytetit, Agjencisë për menaxhimin e emergjencave, Policisë së Kosovës, KFOR-it dhe organizatave ndërkombëtare si OSB-ja, e cila kanë ndihmuar shumë gjatë procesit të krijimit të kësaj shoqate, është i domosdoshëm. Për arsye se vetëm përmes një qasje të përbashkët mund të ndërtojmë një sistem efikas dhe të qëndrueshëm. Pikërisht për këtë arsye, Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca, përkatësisht kryeqyteti, do të punojmë në ndihmën, në trajnimin dhe certifikimin e vullnetarëve sipas standardeve më të larta profesionale, furnizimin me pajisje dhe mjete teknike të nevojshme për të siguruar një reagim të shpejtë dhe efektiv, sensibilizimin e qytetarëve për rëndësinë e parandalimit të zjarreve dhe situatave tjera emergjente, dhe krijimin e një sistemi të mirë të organizuar të vullnetarëve që do të mbështesë ekipet profesionale në rastet e nevojshme. Sot po ndërtojmë themelet një organizate që nuk do të shërbejë vetëm si një strukturë formale, por si një forcë e vërtet vepruese, e aftë për të bërë ndryshimin në momentet kritike. Për këtë arsye, kërkoj nga secili nga jush që të angazhohet me përkushtim, disiplinë dhe ndjenjë të lartë përgjegjësie. Kjo shoqat do të jetë partner kyç në sigurinë e kryeqytetit dhe ne do të punojmë pa ndalur që të sigurojmë mbështetjen e nevojshme për zhvillimin dhe funksionimin e kësaj. Në emër të Drejtorisë së Sigurisë dhe Emergjencave të kryeqytetit, dua të falenderoj secilin prej jush për pjesëmarrjen, për kushtimin dhe vullnetin e mirë që po shfaqemi në këtë nismë. Le të ecim përpara me vendosmëri të bashkuar dhe përkushtuar për një kryeqytet më të sigurt dhe më të përgatitur për çdo sfidë.
Nuk kam shumë që ka me thonë, për faktin se i përmbledhët të gjitha kryetari dhe drejtori. Mirë po dua të them vetëm diçka që ka fundi vitit 2011 është bërë ligji për zjarrfikje dhe shpëtim, i cili e ka dhënë mundësinë për të kriju nivelet lokale shoqatat vullnetare për zjarrfikje dhe shpëtim. Dhe që nga viti 2012 kemi pas ide për të ndërtu shoqata vullnetare të zjarrfikjes dhe shpëtimit. Ne mund të kemi shumë ide, por nëse nuk kemi mbështetje, atëra ato ide vetëm besin të heshtura ose besin e letër. Pra, këtu ku sot kemi ardhur për të ndërtu organet e shoqatës vullnetare që të bëhet funksionale, nuk do të kishim mund të arrijmë pa pas mbështetjen as të plot, me plot vullnet të kryetarit përparim Roma, të drejtorit për siguri dhe emergjenca Lulzim Fushtica, e asesi nuk gëzojnë me lanë e heshje punën, angazhimin që e ka tregu këshilltari për siguri i kryetarit Zotëri Bajram Gecel. Kështu që faleminderit shumë, shoqata vullnetare dhe zjarrfiksat që do të jenë vullnetar nuk është vetëm një detyrë, është një mision i gjerë, i të cilë duhet të tregojnë gatishmëri, guxim për të realizuar të gjitha detyra që i kanë para vetes. Dhe kjo do të jetë një komponent e Brigadës Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit, që do të na ofrojë mundësi, jo vetëm në shurin e zjarrit, por për të ballafaquar me fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera. Pra është një gamë e gjerë e fushave të cilat do t'i mbulojmë bashkarisht. Pa dashur me zgjatë shumë, lus që të kemi angazhimin e plot që të ndërtojmë një strukturë të fortë, të guximshme, të gatshme që t'i bashkangjiten në krah brigadës profesionale për të reaguar në situatat emergjente, atëherë kur ka zjarre, kur ka vërshime, kur ka përmbytje, nëse ka edhe tërbete, pse jo, pra do të ndërtojmë edhe ekipe të veçanta bashkarisht me shoqata vullnetare dhe do t'i plotësojmë ekipet ku neve na mungojnë me staf dhe personel nga shoqata vullnetare ku do të trajnohen dhe do të jenë të gatshëm të ballafaqohen me çfarëdo fatkeqësie që e prek vendet. Nuk ka më mirë se të shpëtojmë jetë, e krahas jetës të shpëtojmë edhe pasurinë e tyre. Unë ju falenderoj shumë për gatishmërinë e juve. Uroj që të kemi një strukturë të mirëfillt dhe ndërtojmë e të punojmë sa më shumë vetëm që të realizojmë objektivat të cilat ne do t'i kemi para vetes. Urime gëzuar, ju falenderoj shumë.